në 1000 xhami gjithë andej Republikës tonë janë përçu 10 mesazhe nga secili imam dhe hoxh se sot ka legjeruar në ditën e xhumë. Roli i hoxhallarëve është i jashtëzakonshëm në ruajtjen e familjes, në ruajtjen e traditës dhe respektit që ne e gëzojmë, në ruajtjen e qetësisë dhe stabilitetit të përgjithshëm, në ruajtjen e shtetit, në ruajtjen e gjeneratave dhe brezave të ri prej dukurive negative, e në çka tjetër jo, domethënë ky rol, ky kontribut i hoxhallarëve sot do gjithmonë ka qenë. Hoxhallarët kanë qenë bartës dhe akter jashtëzakonisht të rëndësishëm në shumë etapa të historisë tonë dhe të shoqërisë tonë. Tjetër është që ne dëshirojmë të mbulojmë, të fshehim pjesë të historisë, është ky emision me hapësirë të kufizuar, edhe ndoshta edhe unë nuk jam i thirrur sigurisht që të ndalem në momente shumë të rëndësishme, por në vijat e trasha dhe në përgjithësi të gjitha indikacionet tregojnë se hoxhallarët në gjitha periudhat e shoqërisë tonë, historisë tonë, momenteve të caktuara kanë qenë shumë të rëndësishëm, kanë qenë akter që nuk mundemi me i përjashtu.